Në mbrëmjen e po asaj dite, të parën ditë të javës, dërsa dyert e shtëpisë, ku banonin nxenësit, ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend mes tyre, dhe u tha: Paqja me ju. Si u tha kështu, u tregoi duart dhe kraharorin. Nxenësit u gëzuan kur e pan Zotërin. Pastaj u tha prap: Paqja me ju. Siç më dërgoi mua ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, Bukati mbita dhe u tha: Merreni shpirtin shent, Atyre që ju a falni mëkatet, u falen. e atyre që nuk ju a falni, nuk u falen. Por se Toma, njëri prej të 12-ve, ai që quhet binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi, than pra nxenësit e tjerë: E pam Zotërin. Toma u përgjigj: Pa e parë në duart e tij vrimën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vendin e gozhdave, pa e vën dorën time në kraharorin e tij, kur nuk besoj. Pas të ditësh nxenësit e tij ishin prap brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma me gjithë se dyert ishin të mbyllura. Erdhi Jezusi, zuri vend mes tyre, dhe u tha: Paqja me ju. Pastaj tha Tomës: Shtjere gishtin tënd këtu dhe ja, shihi duart e mia, më jep dorën tënde, shtjere në kraharorin tim, dhe mos qi njeri që s'beson, por besimtar. Toma ju përgjigj: Zotëria Inde hym. Jezusi tha: Se po më sheh, po beson. Luma tha Që nuk pane besojnë. Jezusi bëri ndër sy të nxenësve të vet edhe shumë mrekulli të tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Hyjt, dhe Që duke besuar, ta keni jetën në